kemi na pak ashtu në gjak. A e vren ndoshta prej këngëve të cilat i kënë për dorsma, ndoshta edhe për kërkesave që njerëz i kanë. Për këtyre kërkesave unë kam një sen që për shembull nëse një artist është të kënu ndoshta me një dorsëm, padyshim që mandej kërkesat e secilit për musafirëve nuk kanë me mungu, secili ka me shku me një kërkesë tjetër. Sa mandej janë të cikletshme çdo si pjesë që ndoshta pa hiri mundet me qëllu një projekt, një këngë cilën te nuk e ki pregadit maksimalisht. Pak puna kërkesave është problem me plotësu gjithve, sidomos për shembull se dasmurët se kuptojnë që lyp një këngë krejt ritëm tjetër. Ndoshta janë duke cy ose çifti ose është ritëm që s'muesh me ja kënu. Ndoshta ta lypë ndaj këngë të sofrës, atje në atmosferën më të mirë. Ose edhe këto rimet ku të vinë qifti e gjenë ka njëherë pash momentin e papërshtatshëm. Në përgjithësi kërkesat e musafirëve që janë prezent dosëm? Po mundona për shembull kohë pas kohe me ja plotësu dëshirën. Nëse i vjen momenti që asoj këngë është koha e dur, unë e këndoj. Fiks. Se për shembull kur janë raste që nuk përshtatet kënga, në s'muj me këndu. Po dhe ndoshta veç thjesht nuk i përshtatet edhe Po zhanrit. nuk i përshtatet në momentit. Kur ndalemi çto se pak më herët e përmendum këtë rikthimin e projekteve për artistave të vjetër që po i rikthejnë artistat e ri, mirë po diçka që po vrej është që përveç njerëzve që ndoshta e kanë zhandrin e tyre popullor cilin e këndojnë, ka ndoshta edhe një pjesë tjetër e artistave që nuk nojnë popullore, po thjesht po e bojnë një mix mes muzikës moderne dhe asoj popullore. Edhe popullore. Ndoshta e shtini një mix e bojnë. Një diçka të popullore shtin, sidomos edhe ritmat janë shumë ngjajshëm, edhe të këngës hip-hop. Muzikës hip-hop. Çto që po i bojnë mix? Po shumë mirë, se na e kemi pak atë orientalin, ne kemi kështu në gjak edhe të këngës popullore, kështu që e kanë vrejt edhe këta të hip-hopit se do të pak edhe ka popullore, jam ishti diçka edhe të popullores. Se kemi na pak ashtu në gjak. Shumë e vërtet, po më duket na tërheq mandej çajo dhe tash s'po di a e kanë bosë se po e din që nëse e përzin me një popullore pak, gjithçysh kemi marrë një viralitet në TikTok edhe ka shumë ma thjesht ndoshta për me jetë projekti më. E vërtet, është fiks. Po du pak më ndalë tek projektet e tua, Katile është konga ma e re. Qysh eci deri në finalizimin e këtij projekti? Mirë, kongën e kam shkru vetë, ka njerë po shkruj kështu në kohë të lirë tekste, kur po m'pëlqen diçka, po shkoj pe provoj në studio, konga u pëlqy, shumë mirë ka ecë. Feedbacku qysh kanë në përgjithësi? Mesazhet që i more, komentet në rrjetet sociale? Mesazh, bile e kam vënu kur e kam paralajmërue kongën, e vënova këtë gjatë ditë, më shkruajnë njerëzit kur më po çau me kongë. Po mirë ka ecë.